Ajo çfarë na ka rënë në sy këto kohëve të fundit janë fotosesionet e shumta që po na i sjell këngëtarja Besa Kokdhima, në disa raste duke promovuar atë breakdancing shqiptar. Mirë, po kjo nuk nënkupton që pjesën e muzikës e ka lënë anash. Ajo sapo ka ardhur në Prishtinë për të realizuar një videoklip të këngës së saj më të fundit, të cilën do ta ndiqni disa ditë më vonë. E për detaje më të hollësishme rreth jetës dhe punës së Besës, i ndjekim bashkë në një material të përgatitur enkas për të. Ky është zhurimi i parë dhe ju na keni kapur matë që në fillim. Është një këngë e re, një këngë që unë dua shumë, e ka krijuar Flori. Është shumë eksperimentale, por dhe shumë interesante në stil. Ritmike dhe e veçantë. Shpresoj që të vi seriosi tek njerëzit që duan muzikën time, sikurse përpiqem gjithmonë të surprizoj pozitivisht. Nuk është hera e parë që këngëtarja Besa Kokdhima na surprizon, si nga këndimi ashtu edhe pamja. Ka kohë që ajo ka ndryshuar stilin muzikor, por edhe luku nëpër video projekte. E këtë transformim, Besa nuk e sheh si të tillë, por si evoluim artistik. Po, unë kam shumë vite që këndoj, në fakt, dhe gjithnjë kam dashur që t'jem gjithnjë ndryshe, t'jem vazhdimisht në lëvizje, sepse së pari me veten time nuk dëshiroj asnjëherë të kem stagnacion artistik, të jem e njëjta gjë për veten, më mërzitet vetja qoftë artistikisht. Kështu që muzika ime, imazhi im, sepse imazhi është shumë fort i lidhur me muzikën dhe mesazhet që dëshiroj të përçoj, janë vazhdimisht në evoluim. Kjo është arsyeja sepse Besa nuk do të jetë asnjëherë e njëjta. Qoftë në të njëjtat tiparet artistik që përmendet. Jo vetëm ndryshimi është karakteristike e këngëtarës Kokdhima, ajo njihet edhe për bashkëpunime, sidomos me këngëtar kryesisht reper nga Kosova. Unë e dua shumë artistë nga Kosova dhe veçanërisht muzika që unë kam lëvrirë ka pasur në gjykimin tim shumë nevojë për ndërhyrjen e botkuptimit të artistëve të Kosovës dhe veçanërisht reperëve, mesazheve që ata përçojnë. Nuk kam pasur shumë bashkëpunime sepse edhe unë si dhe kolegët që në një farë mënyre janë përzgjedhur nga unë, jemi shumë selektiv. Por kjo është, na bashkon arti, na bashkon imazhi i mirë që është i përshtatshëm për muzikën time. Gjithsesi, ajo po tregon sukses si në bashkëpunime, ashtu edhe në projekte solo. Madje me këto të fundit, po synon tregun muzikor rumun. Po, mirë ka shkuar, unë në Rumani kam publikuar 2 singëlla, që kanë qenë Burning dhe Amelia. Amelia u janë çuar këtë pranverë, shkoi shumë mirë, edhe pse zhanri muzikor që në Rumani është i preferuar është disi ndryshëm nga ne e njohim se kemi konsumuar, po është pak i ndryshëm nga trendet që janë momentalisht në tregun shqiptar. Nuk e di saktësisht se sa do të përfshihem unë të ardhmen në tregun rumun, sepse momentalisht kam keq shumë projekte të ndryshme, veçanërisht në shqiptari, sa nuk është se kam diçka konkrete për vijimsin atje. Por së shpejti do të kem lajme edhe për këtë gjë. Besa vetëm se ka marrë një kërkesë bashkëpunimi nga producenti Aksent, por që ende nuk e ka konfirmuar nëse do ta pranoj apo refuzoj atë. Nga ana tjetër, ajo ditë më parë ka realizuar një fotosesion me fotografin shqiptar i cili jeton dhe vepron në Itali, Eugenio Qose. Qëllimi i këtij fotosesioni ishte nxjerrja në pa e bukurive natyrore të shtetit shqiptar, por që natyrisht nuk mbetën pa u vërejtur as ato trupore të këngëtarës nga jugu. Unë asnjëherë nuk kam bërë një fotosesion të lidhur me verën, me plazhet etj. Dhe e bëra, kisha dhe dëshirë, sepse unë vetë jam nga Qiparoj Himarës, jam nga ju, dhe kisha dëshirë që edhe fotosesionit të realizojnë ato plazhet tona atje, dhe pse jo dhe të promovonte bukuritë natyrore të Shqipërisë, dhe në një farë mënyrë të ftonte edhe turistët shqiptar që të vizitonin sa më shumë Shqipërinë.
Besa jo vetëm se i promovon, por edhe i shijon bukuritë shqiptare. Ajo pas pak ditësh do i servoj vetës pak pushim, derisa menjëherë pas kësaj ajo do të nisë punën për projektin e radhës. Kam një tjetër bashkëpunim pas kësaj kënge. Në fakt, ajo është e panjohur, është një vajzë e re, e re vogël do thoja, dhe unë mendoj që është një prurje shumë interesante në tregun shqiptar, dhe mendoj që dashin dhe ju për të parë, të shohim si do shkoj për të. Kënga për mua është një këngë shumë e dashur, dhe nuk mbetet tjetër për të thënë, vetëm të shohim se si do të funksionojë.